fatura për muajin? Po. Është më shtrejt se muajve? Po qështë është? 20 euro. 20 euro më shtrejt. Sa ju ka? 65. Apo mundeni me adal? A pa mundi? S'ki qare se vjene e këput. Rryma bëri mjetës edhe uj. Kërkun në Evropë. Se në Balkan hiç rryma që jo ma shtresit e në. Kjo është mizerja. Me 150 euro penzion. 60 euro me pagu. Rrym veç me pas fabrik. Teoris ka. Po s'ki qare, edhe pik. Unë e shoh që djali me gru edhe 2 fëmijë. Gruja 120 euro ka pensionin, unë 170. 14 vjetë gazetarë kom punu para lufte në Radio Prishtinë, që 30 vjetë me libra jam. Që, shiko, sukur post mortem, nuk shpyrë kush. Po dhe nuk është shumë që dhja modhe, i vetë mi shtetë pa një gazet ditore. E shka dhe me forte, në dokument. Duke ditur të ardhurat që janë në Kosovë, rryma është shumë shtrajt. Tash për shembull është një pjesë që mundet me arrit me pagu, po na gjithmonë duhet me mendu për kategorinë e cila është shumë e cenume, e ata janë së pari pensionistat, që tardhat e tyre janë shumë tulta, edhe është shumë për neve e dhëmshme se si ata arrin me ndo për shembull pej atyne 150 euro më duket që është pensioni për me pagu rrymen, tash nuk është vetëm energjia elektrike, e cila është shumë shtrajt, po janë edhe faktura tjera. Për shembull, uje, është higjiena, janë zemja, edhe është shumë shqetësuese. Edhe unë mendoj që qeveria duhet me pas parasysh për shembull këtë kategoritë njerëzve, sepse ata e kanë për obligim për me punu që secili qytetar i Kosovës me mujtën me pas një jetë dinitetshme. Edhe na nëse e shikojmë sa pak ata kanë të ardhna, për shembull është shumë e dhëmshme kjo, edhe qeveria, njerëz që e kanë pushtetin, ata duhet me konë të ndërgjegjshëm edhe me kuptu qysh me punu ditë e natë, me arrit për shembull qysh mi u boj jetën sa më të lehtë, posaçërisht kësaj kategorie, njerëzit që janë të papunë, njerëzit që kanë nevoja të ndryshme që s'mujnë me punu, për shembull ka invalid, edhe posaçërisht edhe pensionistave. Për shembull, unë njoh shumë pensionista, masi jam edhe libërshitës, që ata vinë herë te one, edhe ata më tregojnë peripecitë e tyne se si ata arrin për me siguru mbijetesën. Tashti, unë nuk e di për shembull qysh këta qeveritarët që tash që e kam pushtetin, për dhe ata ma herët që e kam pas, qysh dolin në zgjedhje edhe aq të buzëqeshur e kërkojnë përsëri votën, duke e di që kur gjë nuk kam bo për këtë kategori, e cila është e rrezikume për me mbijetu është fjala, jo për me pas në jetë diniteshme. Po ata unë nuk e di se si arrin me mbijetu.